Më kanë thirrur në shtëpinë e bardhë shqiptarja që përfaqësoi Shtetet e Bashkuara në Miss Globe, një vajzë emigrantëve që e ftuar një mision ka qenë Samantha Shkreli, vajza shqiptare me origjinë nga Shkodra, e cila ka përfaqësuar Shqipërinë në Miss Globe. Si ishte kjo eksperiencë për të dhe cilat janë disa nga kauzat e saj. Ka qenë diçka historike sepse kam qenë vajza e parë shqiptare që përfaqëson Amerikën në një kompeticion për Miss. Mua më zgjodhi organizata Miss Globe USA, sepse kam bërë shumë punë kundër trafikimit njerëzor. Kam shkuar në për kompeticione që prej 7 vitesh dhe më kanë zgjedhur mua sepse kanë ditur që mund ta përfaqësoj Amerikën në Miss Globe. Kam qenë shoqëruesja e dytë në Miss Globe që ka qenë në 15 tetor, tha Shkreli. A pati njerëz kundër idesë që një shqiptare të përfaqësonte Amerikën në Miss Globe? Është pyetur ajo. Jo, shumë njerëz kanë qenë të gëzuar. Amerika është vendi i emigrantëve, edhe kur kam qenë në Miss Globe, kur i kam thënë vajzave që jam shqiptare, janë habitur që përfaqësoj Amerikën. Amerika është vendi i emigrantëve. Askush nuk është 100% amerikan. Gjithkush në Amerikë ka ardhur nga diku tjetër, është vendi i botës. Ka qenë shumë kënaqësi që jam krenare që jam një vajzë shqiptare dhe përfaqësoj Amerikën, një vend shumë i madh në botë, është vendi ku kam lindur dhe jam rritur dhe ka ndihmuar shumë njerëz dhe i ka dhënë mundësi. Jam shumë e gëzuar. Çfarë ndjen ti kur duhet të përfaqësoje flamurin e Amerikës duke qenë një vajzë shkodrane? Jam amerikane nga lindja, por shqiptare nga zemra. Jam lindur dhe rritur me traditat dhe kulturat shqiptare. Jam shqiptare numër 1, por kam qenë shumë krenare që përfaqësoj Amerikën. Është diçka shumë e madhe. Kur jam në Amerikë, bëj shumë punë kundër trafikimit njerëzor, një problem shumë i madh. Më kanë thirrur edhe tek shtëpia e bardhë në Washington DC për punën që bëj. Kjo është diçka që më bën shumë krenare, që një vajzë emigrante shqiptar nga një vend i vogël të thirret në shtëpinë e bardhë.